Mau'uda është një vajzë e vogël, foshnje ose e vogël, do më nështë pak vjetë që ka, e vorosur për së gjallin në dhej. Dhe kjo s'ka qenë vetëm të rritë arabëve. Historikisht me lëzu ka qenë edhe të rritë e shumë popove tjerë të mdhajnë në atë ko. Nëse pozita e femrës ka qenë s'ka ishme degraduar. Femrës ka pas vlerë fare. Madje ka qenë bërim i frikës, që nesër mbën problem, ma atëron situatë me dikan, ma hanë bukën e nesër shkon i bënis me dikuj tjetër. Unë e këqyre rritet e nesër në fund shkon të burri. Andaj e ka në rosë për gjallën. Allah dhëtë, kur kjo vajzë e varrosur padrejtësisht në varë, suilet, pytet, e pytë Allahu Azza wa Jall, be e i dhembin kutilet, qëfar më kati ka bërë që është vra? Subhanallah. Pse Allah e vetë këtë vajzën? Do të me vetë ato që e ka varros, a është kjo esenca? Do të me vetë babën e saj, se baba e saj e ka varros. Kur të pytë këtë, apo, është injorim për të tyja së të flasë heqbile. Ti a që i keq, a që i parëndësishëm, sa që është edhe luks me dvetë belaptë. Heq, absolutisht, hequ. Subhanallah. E cila ka qenë padresia kësaj vajze? Jo pse ka në rosë, po pse se ka lonë me folë. S'ka pas dherë ankesa saj. A ka pas dherë. Ajo vajzë që e ka në rosë, ajo ka kajtë. Ajo ka klithë. Ajo ka britë. Ajo ka kërku drejtësi. Po s'ka pas kush e garanton drejtësinë. Po dini gjykimit, u mirët mikrofoni. Ikse u fija, balkën e folë ndonja, balkë e lamatit, ta shuj, ta është balkë e rajt, balkë e shpif, balkë e bozullom, me aftë, ta shuj. Ta është këna me i pyt viktimat, ta është këna me i pyt të doptit, ta është këna me i pyt ata që s'kam pas mikrofon, e ta është këna me i pyt ata që s'kam pas kanal, ku me folë, ku me ata po, që ata këna me i pyt është ato. O i dhe l'mau'udet u suilet. Pse? Pse? A din përgjigjën e vajza? Ja, nuk e din. Nuk e din e përgjigjën. As nuk është e përkës me ditë përgjigje. I po është drejtësia. Fëllë të është jam. Thotë pejgamberi sallallahu sallam, do të vije i vrari, njëri që e kanë vra, me kokën e ti, në atë kohë, ja kanë këput kryt, kër e vra, me plagën e ti, para durve ti, e i thëtë Allahu Gjallahu Ala, ja Rabbi, sel fulanën fi me kateleni, pëte pëse më rao, pëte, kjo edhim pëse më ka vrao. A në gjdo kush ka mërë hakon, më zëmë. A i derdhje e gjakut padresisht, është shëmtia me ma që ndodhë mes njerëz mos besimin në Allah të bare këtana.